Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndaluar edhe një herë tek dyshja që në fakt janë më të mirët, më të dashur dhe më të bekuar tek publiku shqiptar. Luiz Eili dhe Kiara Tito, nga angazhimet të shumta që Luizi dhe Kiara kanë, me patjetër që koha e tyre e lirë i kushtohet Luna Mari. Natën e mbrëmshme, gjatë kohës kur Luiz Eili duhej të mbajë koncertin e tij, ligjet të cilat tashmë janë vënë nga institucionet, të paktën për pushuesit në bregdetet shqiptare, janë jashtëzakonisht të rënda dhe ndikojnë fort tek të gjithë artistët shqiptar, jo vetëm tek Luizi, sepse kam parë ca tituj që anulohet koncerti i Luizit. Nuk është anuluar koncerti i Luizit, domethënë jepni lajmet e vërteta. Koncerti i Luizit nuk është anuluar, por policia ka urdhëruar që zëri, domethënë i muzikës, të jetë 45 decibel, që tregon dhe Luizi që domethënë 45 decibel, Luizi duhet shkon t'i këndon tjetrit tek veshi, aq pak duhet të jetë. Siç duket, policia e shtetit, por njëkohësisht edhe institucionet kompetente për këtë gjë, duan t'i ndalojnë në mënyrë kategorike koncertet mbrëmje të cilat janë në fakt në favor të pushuesve, sepse pushimi është për të pushuar dhe për të kënaqur dhe koncertet ndikojnë në energjinë, në pozitivitetin e tyre dhe unë nuk e di asnjë shtet të botës që realisht të ndalon muzikë dhe të ndalon argëtimin kundër drejt pushuesve. Kjo gjëja në fakt ka qenë edhe lajmi që është bërë viral, por Luiz Eili ka hedhur në fund edhe një fotografi që domethënë ambienti ka qenë plot dhe të gjithë shqiptarët duke pritur me shumë dashuri që Luizi të ngjiteshte në skenë. Kjo gjëja nuk ndikoi fare tek disponimi i Luiz Eilit. Ditën e sotme Kiara, pasi që ka patur një javë pothuajse të ngjeshur me udhëtimet e saj turne nëpër Shqipëri, ku kanë performuar edhe me Portokallin, Kiara Tito ditën e sotme ka vendosur që të qëndrojë pranë bekimit të saj, pranë Luna Maris. Luna Maris, siç duket, po shijon tani këto ditët e ngrohta pranë mamit edhe pranë babit, në kënaqësinë që i fal shtëpia dhe në kushtet lukse që Kiara ka krijuar. Domethënë e pat shumë bukur, një shtëpi tepër luksoze, duket edhe në fotografi, që tregon që çifti po kalojnë një komoditet shumë të mirë dhe po jetojnë çaste shumë të bukura. Andaj mua më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq për Luizin dhe Kiarën, se domethënë pak të ndodh një gjë e vogël, menjëherë bëhen këto tituj të gjigant, vetëm e vetëm për të goditur këtë dyshe.